Vijojnë kërkesat, cilat janë kërkesat tuaja, cilat janë kërkesat e tua, çfarë ka bërë ty që të dalësh në protestë? Kërkesat e mia janë se janë gjanat pa drejta në këtë vend. Janë dy lumi Urak dhe Zallë Gjoshe që divijohen pas një lloj drejte ligjore. E kuptoj, dhe janë kërkesat e mia që janë bë pas gjë pa drejtë, bë masakër. E kuptoj, dhe kërkojmë drejtësi. I kërkojmë vetëm spagut, ke kjo kina shpresë. Edhe ftojmë Dumanin kthehet ke spagu. E duam me gjithë shpirt që të jetë në spag. Dumanin duam. Sepse ai jep drejtim. Kina shpresë unë personalisht, se tjerë nuk e di. E janë dhe gjëra tjera. Si shfol vetë Osman, me spitale, me ushqime, me shumë gjëra ka këtu në vend. Mi rreshtu këto duhet me vazhdu me çak këtu para mediave. Ka shumë gjëra pa drejta në këtë vend. Kërkojmë drejtësi, veç organeve drejtësisë, ka ato kina shpresë. Edhe përshëndesim Dumanin. Faleminderit. Atëherë do pyesim një qytetar tjetër, i nderuar, pse jeni pjesëmarrës në protestë? Çfarë ju bën juve të protestoni? Unë kam protestuar edhe në 91 kundër regjimit komunist. Me Azem Hajdarin e me Edi Ramën e me Krejt. Kam protestuar në 96, kam protestuar në 2013 duke mbajt vetorinë e deri kur ka hyp Edi Rama në pushtet e prap jemi të zgënjym. Tash unë jam të protestuar vetëm për fitë e mi. Më ka shem shtëpinë, më ka shkatërruar jetën, kam qenë në Angli, kam qenë në Greqi, kam punuar gjithkund, taksat që dim ka shkojnë, gjithçka vetëm shkatërrin. Kena pa në këtë dhe nuk kemi pa deri tash, sigur pretendojmë se duam Shqipërinë si gjithë Evropa. U ban 36 vjetë jo në Evropë, nuk po shkruajmë as nazit po aftën. Në grop më, asnjë gjë. Kam punuar që 40 vjetë kam punuar, nuk e di ku i kam vitet e punës, ku i kam asnjë gjë. Shkoj intereson në kudo, e Albania nuk punon, zyra nuk punojnë, asnjë gjë nuk funksionon. Shteti nuk funksionon. Shko te spitali, çova nënë me bë operacion një vit me bë sy te spitali, nuk ka lente, nuk ka ata, nuk ka këtë humb shikimin, mos ta kisha shkuar te privati me paguën 1.200.000 lekë. Pse të paguajnë, paguaj taksa, paguaj gjithçka, pse të paguaj, pse s'ka te privati? Sa keni pritur me nënën tuaj për lentat? E kam me dokumenta, e kam me data takimi me këtë mbi 8 muaj. Mbi 8 muaj. E kam me dokumenta, jam edhe te spitali. Nëse operacioni i lenteve nuk bëhet në mënyrë progresive, humbet shikimi pastaj. Dhe ju jeni detyruar të shkoni. I tha doktori, tha, një sy tha kemi me 15%, tjetër e kemi 10%, tha do ta humbi shikimin, i tha. E kam shku te privati, kam paguar 1.200.000 lekë me bë syt. Ashtu tash i deshti zoti i erë shikimi pra. Tash ç'a të bëjmë ne? Ha. Ne na iku jeta të paktin fëmijët të jetojnë bëhen më mirë, të vinë në Evropë, të shkojmë në Evropë edhe ne. Çu ka shku këtë dy jonja. Pa ne nuk po shkojmë në Evropë, shkojmë. Ne vetëm asnjë gjë, vetëm shkatërrojmë. Investime strategjike nuk e dim ka shkojnë. Taksat tona që 40 vjet që po janë minator janë. Ha, edhe nuk përfitoj asnjë gjë, asnjë lloj nuk përfitoj për taksa, as të shnetësia, as kërkon asnjë vend. Faleminderit. Ha. Unë desha me bëj intervistë, po mos më prej ditë se jam shumë i vogël revoltuar. Po, vetëm të lutem mund pa pendoni kësham si. Jo, mos jam nga ato. Unë ka 8 ditë që kam ardhur nga Franca, ashtu shtunën si ardhur gjithë refugjat. Unë do rri këtu 8 ditë, 10 ditë, 2 javë, 1 muaj, 6 muaj deri të arrizojmë unë nuk ikin në Francë. E kam vendosur këtë punë. Unë u bëj thirrje, demokrat, socialist, demokrat i vitit 90. S'ka lidhje, që përtes nuk ka as për sal, as për tjetër, që është për popullin. Ja ka luftojmë me fitullin popullit. Unë e bëj thirrje demokratëve, socialistëve, parti, çka tjetër vinë zena për një drejtim të tonë, me rrezuar Edi Ramën. U bëj thirrje dalë në protestë. Unë i kam vëllezër të mota në Koms. Koms është 200.000 banor, rreth 200.000 banor. Ndam me kon 50.000 banor të Koms, duhet më marr këtu, e me dalë 50.000 bilet të ke pakta 50.000. I shoh s'dalin kur një. Unë marr për Francën, me lan punën, me Arxhulek këtu, e këta pritojnë me dalë për që dy çdo. Kam lipa në fushëllumit, kam mish në Babru, kam tjetër kam la prak, mish të vllaut. Se shoh kur një, se shoh një ofshëm këtu. Unë habitëm. A do mirëzuas, nuk gëzohet populli. Ky Edi Rama me sa em në shesh, nuk gëzohet se është shok i fuqishëm, ky nuk e lëshoj gjallë. Duhet më bëj protesta më të fuqishme se në Serbi me 1 miliard vjet dalë shesh, me blloku aeroportin, me blloku portin, me blloku kryeministrinë, me blloku parlament, me blloku gjithçka. Unë jam një familje përsekutuar në rreth tropojës, gjysa tropojës më njohin. Qysh 57 ka dalë me dashme në Jugosllavi, baba e Mixha, i Xhaxhaj, i kanë kapi, kanë futboll, i kanë dënuar 18 vjet. Kanë bën nga 9 vjet, kanë dalë. Unë kam marrë një kist. Ka vdek baba, ka vdek Xhaxhaj. Ka rrezik vdes edhe unë, e mos më mor lekët të përsekutuarve.
Atë çka më prit populli mo, po më kallzum për kokë kalamajve i paça, mos i paça katë kalamaj nuk gjenjej. Ta e din rreth i tropos si më njohin mua vëllezër mi sapo Lexim Hoxhën, Çamil Hoxhën, na njohin po thosh, po them këtë rreth tropos se është shumë i madh rreth i tropos. Po shumë na njohin, e din, unë na s'kena marrë për shikes. E për çka? Për neglizhencën e pushtetarëve, djeshëm sotëm na jena dalë këtu për me fituar liri demokracisë sikur 90. Unë jam demokrat tash i viteve 90, e kam luftuar për më ardhë demokracia, me rëzura Mzalin, me fitu lirin, na hala s'kem liri, 35 vjetë s'kena liri, si kena drejtën, me 500.000 lek, u i marrë 800.000 lek, pa që para koshëm në Francë, 800.000 lek, jonë sanë atje, po jonë logritë me këtunë, këta i kanë 100.000 lek, me qavarë, me qapinë, me qapë pagu një loqe, gjona, sipitalet, gjithë shka këtu është bërnut. Nuk ose popë ka vu për me ongër buk, si me ongër buk hajqët kush, po puna mi posi me qeni, diçka i tjetër, une edhe e po thëmë, une bëj thirrje ton popullit, me dalë këshesë për ndryshe kë nuk rëzohet zotni. Na shohim unë ma të kulturëm na se Franca Siena. Kur? Siena, jena të kulturum, por nuk jena kulturën e Francë. Franca, bëhet një demonstracion, dalin populli, dalin me vëzëtora, me traktora, blokojnë gjithçka, rrugë, gjithçka, hedhin plejnë e baktive morën atje, e bojnë kryeministrinë, e bojnë prefekturën, e bojnë mushë, sheshin gjithçka, si nga smor policia, shdeti ka bojnë, ka pretesojnë, ka presuar një lek vert, ka bojnë 6 muaj protesta, kanë bllokuar rrugë, gjithçka. Fituan 200 na rritin rrogat, e kem pas 1300 e kena pas minimumin e rrogës, apo 1500. Jo se kanë fituar gjithmonë, po 200 euro janë boll për rrogat e ulta. Këta nuk çuan gomë, nuk e kuptojnë këto. Ky do revolucion zoti. Nuk e ka thënë me bë revolucion, suko ka bë Franca 1789, kanë 10 vjet francezë di historinë e Francës, kanë 10 vjet revolucion, e ka rrezuar, kanë 10 vjet, në fund e ka rrezuar komunizmi çan kona ata se më tash çfarë pushteti kanë pas. Po nomi atje, me ditë si shkallëzoj francez, që shërë mush lumat me njerës, dhe isa kanë fituar lirin. Sot, numërohet një votë e francezit, nuk shë asë ti, 2 vota, po një jot ja shkote ti, një jam ja shkote unë, një të klusëtria. Dhe unë thëmë, farzojmë, dhe në kjepin të rejës, po thëmë me revolucion, ose edhe me revolucion pasor, zëni, me bloku gjithshka, kur blokuat gjithshka, jeta, këtu, a i shka qa për ndërishë, se nuk është qëtë e bashkëmuja me majtë të njetën, bëllë ka majtë, 13 të lodhë dhe me dhe bo qëvëri teknike, tonë populli me morë pjesë, tonë, me u po qëvëria, me u numru vota, le të fitojnë prapë një Rama, le të fitojnë Berisha, le të fitojnë Kyzotria, Lapaj, Shehaj, fitojnë kushtirë më i zotë, kushtirë më mirë. Bra, pa të pëthëm, bra, në Fransë zëtëni, para 8 vjeç, a dalë që i Macroni, si është sot, që a Lapera dhe Macroni, më shkute se burri mirë, se fërkohet me Ramën i fërkojnë duhet e bëth me njën e tjetën. Lapera është Macroni, më shkute se burri mirë, se sa do Evropa një. Evropa gjithmonë në ka do shkjesi, në ka cëptuë. Në 1913, kush në ka cëptuë një? Londra, Parisi në ka cëptuë, në ka non troje shqiptarën, anë mund vend në ka shkërtuë, në ka bo, prej sa në ka 45.000 metra katrore, në ka lonë 28.000 metra katrore. Evropa që jo Evropë, si do me shku na. Qa me lip në Evropë? Qështu? Me shku me diramën në Evropë. Ska shansë me të prandu në Evropë, aty me të qëtë korupcion, me të qëtë hajdut lek, me të qëtë dok, me kriminell, me hajdut dhe me qëtë shka. E ke mu Shqipnin, nuk shkojnë në Evropë, zëtëri. Edhe jëmë dakord, i bëjthirë edhe tonë popullë shqiptarë, më falë, tonë popullë shqiptarë me morë pjesë në këtë demonstratë, e me uqu tonë, me blokuj gjithë shka, atër më stelë qofë, ku ta blokojmë këtë vendën, gjithë shka ta bojmë jetën sociale të blokume, atër duhet revolucion, su ku Franca, revolucion e me lëzun me revolucion. Shush ta dojnë, shush ta lypin, e nga gati, shush ta lypin. Më stelë qoftë, me shush që kja bojmë me pretesa, me blokrim rrugësane, më uqu tonë në revolucion e me rëzuë. Ska rrugë tjetër, nuk e lëshon nëshit, kjo janë e Vučićit. Vučićit 1 milion banorë në Serbia, në Trujen, shku denjë, shkom, ku anë ishit, ju dinit, i e ka zëtarës, unë t'jek shumë, du shumë me shpirt, se je i drejt, je njëri me të naflira. Një shku në prejnë në Serbi, atë në gënë Serbi, kom, janë këthuje, 6 muaj aso kanë zgotë, protestat, alo s'ka dhënë dërejtë qeni. Edhe kë, letërim nga që shno, e në banë kulturë nga se Franca. Ta kulturë, nuk zotë me shishe uja, falë që nështë e zotë a qikë, ju përshëndes gjithë popullin shqiptarë, e përshëndet si dhe mos të rrëthparë Tiranin, si Tirana kema që të protestë, së ka vjetë s'kom za, as durë si asaj, Tirana kema, dhe i sot. Shala bashkuën tonë, bojmë diçka. Ju përshëndet, faleminderit për ju shumë.